unë dhe ne dim shumë mirë realitetin faktik të raportit mes medias dhe qeverisë dhe shumicës qeverisë, që nuk është gjë kundi realiteti i pretenduar nga ulëritësit që nuk din ç'të bëjnë tjetër me lirinë e medias përveç se të ankohen për mungesën e lirisë, por që ishte një pasqyrë, sipas meje, e vlefshme për t'u ndarë me shumë kënd që do t'informohet, me shumë kënd që është interesuar për faktet dhe me shumë kënd që në të gjitha rastet nuk e humb respektin për faktet dhe nuk hyn në luftë me faktet, se kur faktet provojnë një opinion të ndryshëm nga i tij apo e saj. Dhe në këtë pasqyrë rezulton qartësisht se nga gjithë tërësia e produkteve të medias në raport me politikën, 60% e kohës televizive në Shqipëri në total e merr opozita, në kuptimin e qëndrimit anti-qeverisë. Një pjesë tjetër analiza faktike e nxjerr si të balancuar dhe një pjesë shumë të vogël si pro-qeverisë.